në xhamin katedralen e Kordobës, që ashtu quhet edhe në gjuhën spanjolle. Po bëhet fjalë për komunitetin musliman, hebre dhe katolik që kanë jetuar në një vend, në një frymë. Ujë, pemë, freski gjithandaj. Përdoret edhe për pije, po tash çore deri në çfarë pike kanë menduar, në çfarë detaje. Ne kemi në pjesë dokumentarit. Si objekt është në mbrojtjen e UNESCO-s. Çdo mur, çdo hark, çdo gur i vendosur këto është historinë vete. Tregon për të kaluarën, për civilizimin që ne kanë pasur, si edhe mbi gjitha për bashkëjetesën. Sepse këto gjatë atyre shekujve që i përmenum, po bëhet fjalë për komunitetin musliman, hebre dhe katolik që kanë jetuar në një vend, në një frymë. Çka është interesante dhe bjen sy shumë, në borrin e këtij objekti është ky lloj parku me pemë, është uji fontana e cila rrjedh dhe e cila përndryshe edhe reflekton pastërtinë e besimtarëve të cilët vazhdimisht në fenë islame në këtë rast duhet që të marrin abdes, duhet që të jenë të pastër. Po ashtu uji shërben edhe për pije. Pse po i përmendë çdo elemente, të pas parasysh edhe kolona, aty patëm edhe disa shkrime arabe me motive fetare islame, është që këto kanë arritur për mi qëndru kohës edhe janë rujt. Tash vetvete këto secila prej tyre është një reflektim i të kaluarës, i punës së palëshme që është bërë, të bën përshtypje shumë konstruksioni i drunit, nga i cili edhe është tavani këtyre korridoreve. Në anën tënd djath, po edhe gjatë rreth kësaj hapësine janë të ekspozuar trartë e vjetër. Tash jo vetëm që janë trartë e drunit, që i kanë bjetu kohës, po nikosisht janë edhe detajet e punuara shumë bukur, lulat e gdhenën ta. Po folum jo vetëm funksion, mirë po edhe nga ana vizuale i kanë kushtuar rëndësi maksimale çdo detaje. Shohum kolonat, shtyllat, të cilat edhe përfaqësojnë artin islam. Përgjithsisht, këto në për çdo objekte të vendeve arabe, këto i kanë gjetë në për xhamia, në për pallate, në për hapësina publike, ku edhe shfrytëzueshmërinë ka, pasi që mundsohet për me u kriju një hapësinë më e madhe prej shtylle në shtyllë, po nikosisht edhe nga ana estetike, shohim pra shtyllat cilat ju përngjojnë, shtyllave greke, përndryshe kjo çto anën tam ç'po duket është korinthiane. Tashmoni më morr me mend ato që ju thash. Jena vitin 2025, kemi objekte të cilat shtim me miliona shpenzojna për to, edhe nuk janë gjendje, një si fontane e vogël për me kanë, e cila përveç që është që i ka qëndru kohës, dhe është e punu me jashtëzakonisht bukur, me gur, po e ka edhe shfrytëzueshmërinë edhe i shërben venit këto, përveç edhe bimësisë. Ujë, pemë, freski, gjithandaj. Fontana e vogël prap këto, ato e lam atje mbrapa, një pika atje si lloj fontane për ujë të pishëm, fontana kryesore qendrore këtu në anën tëm djathtë, e cila edhe sot e kësaj dite vazhdon, që shpeshin e për mu përdor mull, vizitor rreth saj, me pi ujë të pishëm. Ja përmena sistemin e ujit dhe kanaleve të ujit që të kalojnë këtu, e përmena për punë të freskisë, përdoret edhe për pije, po tash çore deri në çfarë pike kanë menduar, në çfarë detaje. Nëse shohim këtu rreth tyne pemëve, përveç që është bërë rreth, është bërë kanalli, e kanë edhe këtë pjesën ku uji prej një pike kalon nëpër secilën pemë, edhe në fund sillet rreth objektit. Pra gjithë secila për këtyne pemëve e ka ju kalon uji për ujitje. Edhe jo rastisht janë këtë gjendje ka shnosh të pemë. Sash jena në pjesën e jashtme, përndryshe majtën temë është edhe që shpënjef këtu edhe ura romake, ndërsa anën e djathtë është edhe kjo xhamia katedralja e Kordobës. Një specifik kogja interesant është të marrë parasysh stilet e ndërtimit, arkitekturës, vizatimeve që janë me dallime kogja shumë dhaja nga krishterimit e muslimant. Vret për shkakun këtë pjesën e djathtë temën këtu ballore, vizatimet që janë bërë me detaje dekore që janë kuptohet shumë lehtë që janë bërë masi e kanë marrë, më thon mas vitit 1236. Ndërsa pjesa e tjetër, deri edhe te kaligrafia, mbishkrimet ato islame, po edhe arti, vizatimet gjeometrike, që edhe karakterizojnë artin islam, janë pjesë edhe kuptohet që janë bërë në kohën e kalifatit. Pra tash, turistat e kanë një farloj mundësie për mi po dyja njëtën kohë për me bo edhe një farloj krahazimi. Tash vazhdojna këtë pjesën ku i bjen me dal jashtë qytetit. Kjo nikosisht tash nëjna të dal, po nikosisht është edhe lloj porte për me hik të mrana në këtë pjesën e vjetër të qytetit. Edhe me njëherë mbasaj është edhe ura romake, e cila kalon për mbi lom.